Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural ka nisur një seri takimesh me fermerët e Malësisë së Madhe, me synim për të ofruar më shumë mundësi financimi për bizneset e vogla dhe të mesme në sektorin bujqësor. Këto nisma synojnë të nxisin investimet dhe të kontribuojnë në rritjen ekonomike të zonës. Në këtë takim morën pjesë Zëvendësministri i Bujqësisë Dhimo Kote, drejtoresha e AZBR Ardita Kuçi, si dhe përfaqësues të bankave të nivelit të dytë. Gjithashtu, në bashkëpunim me shoqatën e bimëve medicinale dhe aromatike, u prezantuan instrumentet e reja të financimit në bujqësi, kredia e butë dhe garancia sovrane. Kredia e butë me një linjë financimi prej 250 milion eurosh dhe me një normë interesi 3.5% u kombinua me garancinë sovrane e cila ul normën e interesit në 2% dhe mbulon deri në 70% të kolateralit. Këto skema financimi synojnë të mbështesin fermerët dhe bizneset bujqësore shqiptare, duke lehtësuar aksesin në kapital dhe duke i ndihmuar ata të zgjerojnë aktivitetin e tyre. Ky takim është pjesë e një strategjie më të gjerë për të rritur investimet në bujqësi dhe për të fuqizuar sektorin agroindustrial në Shqipëri.